Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jalla, atë e falënderojmë, prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i ja dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familjes e ti, shokëve të ti dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë është dersi i 53 me radhë, që flasmi rreth 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe kemi arritur tek hadithi i 21 me radhë. 21. Tare. Kanë arritur hadithi 21. Dhe këtë hadith mundemi me titullu me emrin thuaj besova në Allahun dhe kapu fort. Thuaj kam besu Allahun edhe bëhu i qëndrueshëm pastaj në këtë që atje thu. Thuaj besova në Allahun dhe kapu fort. Më kapu fort për këtë që ti jetë të thonë tash. Kështu muna mjavu titullin. Hadithi kë vjen prej Sufjan ibn Abdillah Thaqafiyut. Shkurtej se emrit. Sahabi kë thot se një ditë për ditëve i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. O i dërguar i Zotit, më thuaj një fjalë që ka të bëjë me islam, një fjalë të rëndësishme që ka të bëjë me islam, që mos të kem nevojë ta pyes më dikan tjetër posteje. Mësama, thuaj ma një fjalë, ma thuj një fjalë, që mos të kam nevojë me pyet dikan tjetër. Kështu, ju drejtu ky sahabi. Aleikum selam. Pra Sufjan ibn Abdillah Thaqafiu, ky sahabi ju drejtu pejgamberit me këtë pyetje. E pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, ja kthej kështu. Qul amantu billahi thumma istaqim. Tha tash po ta mësoj për një fjalë të shkurt. Thuaj, kam besuar Allahun dhe bëhu i qëndrueshëm në të. Kjo ishte përgjigja që ja dha pejgamberi alayhi salatu wassalam këtij sahabiu Sufjan ibn Abdillah Thaqafiyut, këtij sahabi të madh që ja dha këtë përgjigje. Hadithin këto e sjell Imam Muslimi. Hadithin këtë e sjell Imam Muslimi në koleksionin e tij. Dhe dhe vetmin veç këtë hadith, në thonë drejtën, Imam Muslimi veç këtë hadith dhe vetmin e ka sjell për këtij sahabiu. S'ka ndaj transmetim tjetër në koleksionin e Muslimit që është prej këtij sahabiu Sufjan ibn Abdillah Thaqafiyut përveç këtij hadithi. Me këtë lafdhin, këtë fjalë që i lexova. Pra nuk ka ndaj hadith tjetër. Po pëtham një dy ose pak fjalë për këtë sahabi, jo shumë, pika shuta veç pak, e pastaj të kyçmi në hadithin dhe çka të mujna me nxjerr prej hadithit. Sufjan ibn Abdillah Thaqafiu, ky sahabi, nëse këshirë se kur ka hyrë në islam, ky s'ka lind në islam, se kur është ardhur pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, sahabët, pjesa sahabët thuj se që ata që në konë sahabit gjallë, ata në konë idhujtar, disa idhuj s'kan adhuru, por asë Allahun se kan adhuru. Kërësërja, ky sahabi ka lindur në kufër dhe në shirk, idhujtari. E pastaj, kur e ka pranu islamin, në histori gjinde se ky e ka pranu islamin, ka hyrë në islam, kur jenë arë një grup e Taifit. Taif. E Taifi kë është një qytet ose qytetës në periferi të Mekës dhe Medinës, jo shumë larg, afër. Edhe kur u përhap Islami, tani vishin grupe me hyrë në Islam. Edhe në mesin e tyre erdhi edhe Sufjan ibn Abdillah Thaqafiu, transmetuesi këtij hadithit. Erdhi tek pejgamberi dhe pranoi Islamin, hyri në Islam. Por pastaj, në kohën e Omerit, radiallahu anhu, Omeri
ja dha një pozit këtij sahabiu, transmetuesit të këtij hadithi, ja dha një pozit Omeri, prijesi besimtarëve. Çfarë pozite ja dha? I tha ti do t'jesh prej vendit që ke ardhur, prej Taifit, atëherë tha ti atje ke më bo mbledhësi i zakatit, mbledhës i zakatit e sadakos. Ti mbledhësi. Dhe me një zaman të kohë shkurt, kur Omeri radiallahu anhu e shkarkoj prej detyrës Uthman ibn Abil Asi, këtë sahabi, kur e shkarkoj prej udhëheqësisë, e lasi udhëheqës si veli të Taifit, kur e heqi këto prej velillakut të Taifit, i tha Sufjan ibn Abdullah Thaqafiu, transmetuesit të këtij hadithi, tha banu ta mboje tha ti për një kohë edhe udhëheqjen e Taifit. E qartë? Pra, në khilafetin e Omerit ka qenë një kohë ju të gjatë edhe veli ose udhëheqës i Taifit. Kjo aludon se ka pasur ky sahabi, ka pasur pozitë të madhe edhe tek Omeri radiallahu anhu. Që njoni me pas pozitë të madhe tek Omeri ka qenë e madhe. Ke 2-3 fjalë veç për këtë sa. Kur ka vdek, dietarët nuk kanë mujt me dhon bash fjalë të prejnë, se bash në cilën vetë prejmë ka vdek, por janë sjell fjalët se ky disa thanë ka vdek në vitin 41 Hijri, edhe mendimi më i lartë që kanë shku deri në vitin 50. Prej 41 deri në 50 qëtu, në mënena qëtyre 9 viteve dikun dallimi mes dietarëve. Por prej vitit 41 Hijri është prej kur ka shpënguljes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por prej 41 deri në 50 qëtu ka vdekë ky sahabi i madh. Dhe sahabi normal, në zamanin ton, nëse njoni kishte me bon ibadet. Shumë. E s'kishte munal me bon ibadet as natën as ditën. Vazhdimisht me bon ibadet. Sa do që të kishte bon? 10 fishin me pasmon ibadetin, e 10 fishit të Sufjan ibn Abdullah Thaqafiut, këtij sahabiut, prapse vlerën e sahabiut s'kishte mujt me arrit, vlerën si vlerë të sahabiut s'kishte me mujt me arrit askush. E qartë? Ky pra ju drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nga drejtimi i parë, kur ju drejtu pejgamberit alayhi salatu wassalam, tash po kyshmi pak në hadith. Kërkesa ati ishte, edhe kërkesa ati kur ju drejtu pejgamberit, o i dërguar i Zotit, a ka mundësi me ma mësu një fjalë në islam, që s'kam nevoj mu me pyet dikan tjetër posteje. Pejgamberi tha, thoj besova, dhe bahu i qëndrushëm këtë çka the. Po veç pyetja kur ju drejtu, aludon se ky sahabi dhe sahabët e tjerë ka qenë i interesuar për nxonjen e disë. Ka qenë i interesuar për mbledhjen e diturisë. Se dituria qysh miret? Dituria miret të jull para hoxhës, para njerit të dijes, të e pyet atë, të i lezu, të i studiu dhe kështu mblidhe dituria, të i bon levizje, të ju bon udhëtime ankas për dije, e kështu të bon dituria. E ky një për tyne e kishte, pyti pejgamberin për me mësu dishka në fe. Kjo tregon se sahabët jenë kon njerëz të interesuar për dije. E si jenë kon njerëz, si kur plot njerëz të zamanit tën, të cilët nuk janë të interesuar për dije, edhe nëse dijen ti ja bjen tek veshi i tij. Edhe nëse dijen ja bjen tek shtëpia e tij. Edhe nëse dijen në prahenin e tij, që nuk është interesuar për dije. Sa që mund ka rastis, kur unë i tregoj diçka një person, x personit, i tregoj diçka, a i thot se o hoxh, ti çka po thu, mirë është, po nas po dojmë.
Domethënë edhe të japru dijen, Allah shpëlef. Edhe të japru dijen tek prehni i tij, ai thëke s'pëdojmë. E sahabët ishin të interesuar. Bile, ka i herë, kur vike ndonjëri prej fshatarëve, sahabi, e ka pranu islamin, a orë tek pejgamberi për një fshatit të lartë Medinës, e ka pranu islamin, e ka mësu një ditë 2, pezam, ose 3, e ka mësu shka i duhet themelore dhe shka në islam, ka shku e ka shpërnda, fejë me njëherë atje në fshatin e vetë, ose nahin në zonën e vetë, por ka njëherë kësi njerëzish, kur vishin tek pejgamberi, ose ata tash që kanë pranu islamin, përmes këtij sahabiu që shkojke atje, kur vishin janë nishin me pyet pejgamberin pyetje pak të rënda. Edhe pyetje pak të prekshme, nuk e matëshin fort, për shembull, a u marrë me të pyet, as është marrë? Thojnë sahabët, ne u gëzojshmi kur vishin qasi njerëz, qasi fshatar të thellë. Kur vishin tha na u gëzojshmi, u gëzojshmi pse? Tha se këta pyetëshin ata veç ngajshmi, që neve nashta na kishte orë marrë mja bo që atë pyetje. E ata ja bajshin, na përfitejshmi. Sa që, se sahabive të mëllaj, për shkak të nderit, pejgamberit a.s. pozitës e ti të lartë, në heri ka orë marrë edhe me pyet. Dhëndrit pejgamberit, Aliut, radiallahu anhu, i ka orë marrë për një sen që i duhet për ditë. Për ditë ju ka dashtë. Edhe Aliut të shu të ula për ditë. Dhe se ka orë marrë, dhe se ka që një njëri shëbrëpjët e pejgamberi me bo më ndodhë që shtu, a kam obligim mu pastru aja, që është në fekot kjajnë. Por më rëndësi, tha u gëzëshmi kur vishin. Edhe kjo, sahabi, Sufjan ibn Abdullah të Kafiju, kë, ishte për tyne që ishte interesum për dije. Edhe erdhe e pyti pejgamberi dhe i tha, o i dërgum i Zotit, am të regon një fjalë, ma thuaj një fjalë në islam, që s'kam nevoj më ta pës dikan tjetër posteje. Pejgamberi a.s. i tha, thuaj kam besuar, dhe bëhu i qëndrueshëm në të. Dhe bëhu i qëndrueshëm në të. Kjo prej të parave, qka nëzirët prej të përgjithshmës së hadithit. Nëzirët kjo se sahabët shok të pejgamberit, pas kënë qenë shumë të interesuar për dije. E që na duhet t'i marrëmi si mustër ata. Duhet t'i marrëmi si shembull ata. Që edhe na me konë të interesuar për dije. Mos me të ardhë marrë, me pyet për çështje që ty duhen një jetë. E që fat keqësisht, në rrethin e të cilin na jetojmë, ka njerëz që po unalë dhe i ndëgjove mirë, kime vërej që në përditshmërinë e tyre kanë kufriate edhe shirkiate. Qanë kufriate shirkiate aqi? Kufriate shirkiate janë sene që ka i herë disa se janë të vogla dhe të mëdhaja, disa të mëdhaja të nxjerrin prej fejës krejt. A i në rati ka përdit, dhe asë që shkën mendja me shku me pyet një njëri dije se a thu, mos pega bëj që thonë që pe bëjnë qështu, mos por shasone që po e thamë qështu, si interesant shumë. Pra ti morë mi shembol atat, jemi të interesuar për dije. E pora, që unë zjerë. E dyta, fjale pejgamberit a.s. që shta pejgamberin një prej haditheve të tjera të vërteta që kam pas përmen, tha utitu gjavami'il kelim, më shtëdhen mua fjallë për mbledhse. Edhe kjo hadith e sëqaran ato që e tha këtë pejgamberin një hadith tjetër që tha më shdon fjallë për mbledhse. Që donë të thëtë? E thëtë një fjallë, por kuptimi asoj fjallë është i gjërë shumë. Edhe këtu, kur tha pejgamberi shkurt e tha, thoj, besova në Allahun, dhe bëhu i qëndrueshëm. Pak fjallë, por shumë në ta hynë. Në ta hynë me njëherë që me nga bo neve me shajnë që duhet ta kesh fillimisht besimin me zemër. Se kur tha pejgamberi thuj, kul amantu, thuj besova. Apo? Ta ka lidh edhe me ka dhu që edhe të zemërës, besimi do t'jetë me zemër dhe me gjymtyr. Kur tha pejgamberi thumme stekim, e pastaj bëhu i qëndrueshëm. Bëhu i qëndrueshëm, çka dën të thot?
Bëhu i qëndrushëm, mas po e ti po thune për besoj Allahun, për besoj pejgamberin. Bëhu i qëndrushëm në ta, një prej kuptimeve është që nxjerrët se çka po përfituar prej haditit në kuptimin e përgjithshëm, se pejgamberi ka fol pak është nxjerr shumë prej fjalëve të tij. Edhe këtu, kur tha, bëhu i qëndrushëm, do të thotë, bëhu i qëndrushëm në ato që Allahu të ka urdhëruar. Krye ato që Allahu t'i ka urdhëruar. Ndalahu prej asajna që Allahu të ka ndalu. Kapi ato që pejgamberi t'i ka thonë me kapë dhe me hes pas tyre. Largohu prej atyre që pejgamberi si ka dasht, si ka porosit, dhe na i herë dhe i ka ndalu. Largohu prej tyne. Kjo është bëhu i qëndrushëm. E mos të thuash ti, kam besu, unë e besaj, sikur që kam për shembull disa njerëz me rëndësi, thojnë kështu, bile dhurë që ja bojnë, me rëndësi është ta kesh besimin edhe ja bojnë dorës, ka zemra, me rëndësi është ta kesh besimin që tu. E që kjo me rëndësi ta kesh besimin që tu, këtu pejgamberi në sharoj, që nuk është vesh që kjo që tu, por tha thumë më stekim, e pastaj, bëhu i qëndrushëm në fe, do në thotë ndjeki urdhrat e Allahut dhe të pejgamberit dhe largohu prej ndalesave të Allahut dhe pejgamberit. Pra dëshmoje me gjymtyrët e tua atë çka ti e thu tash me gjuhën tënde. Se këtu i përmbledhi hadithi dy kryesorët, por ato që qartë kur tha thuaj. Fillimisht më na shkep pak ma shumë se imani për të llogaritur se je tamam në iman besim, si mbas këtij pak fjalëve të pejgamberit është, do ta kesh besimin me zemër, edhe do ta thuash atë, edhe të veprosh me vepra. A tha kështu pejgamberi, kul amantu billah, thuaj me gjuhë, besova në Allahun. Edhe thuaj me gjuhë, që me zemër po e besoj, edhe pastaj bëhu i qëndrueshëm. Kështu për prej këtij hadithit nxjerret edhe kjo. Kur i tha ky sahabi, qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, ma mëson një fjalë o i dërguar i Zotit, që të mos e pyes më askën pas teje, do të thotë që të mos kam nevojë më mas sharu kërkosh më pas teje. Ti thoma një fjalë të qartë, të jetë sharuar, edhe mos kam nevoj me pyetën e dikan tjetër, një që ka hi para meje në Islam, se ky hyni kur, Sufjan ibn Abdullah Thaqafiu ky sahabi kur hyni në Islam, pak para shlirimit të Mekës. Pak para shlirimit të Mekës. Hyri në Islam. Edhe tash te ky që mos t'i pyes mos sahabit e mëdhaj, as Abu Bekrin, as Omerin, as Uthmanin, Aliun, ata që kanë hyrë përpara, të parë që kanë Islam. Nëse Ibn Mes'ud as kërkan, mos t'i pyes mu, çka pat për qëllim pejgamberi për me qëtë fjalë? Po thoma ti një fjalë le të jetë përmbledhëse që unë s'kam nevojë me pyet mu dikan. Për këta i tha pejgamberi, kuptimi, e tash po ta thamon e ty një fjalë që mos ki nevojë me pyet kërkan pas meje. Cila është ajo? Thuaj. Shfaqe besimin me gjuhën tënde. Thuaj që je musliman, s'ka der. Thuaj shahadetin se të kërkohet me thonë. Thuaj besova në Allahun, edhe bëhu i qëndrueshëm në to. Sikur pejgamberi alayhis salam me këto i u përgjigj kërkesës që e kërkoi ky sahabi, që mos me pas nevojë. Edhe e po pejgamberi këto shumë të thjesht, saqë që mos me pas nevojë mu pyet mu dikush, por mu të llogarit që je super në rregull, atëherë duhet ta thuash se vërtet e beson Allahun dhe duhet ti nënshtrohesh kërejt asajna çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi. Kjo ishte fillimi i këtij hadithi që erë prej Sufjan ibn Abdullah Thaqafiut, që sjellë Imam Muslimi, që i thash pejgamberit alayhis salam, o i dërguar i Zotit, ma thuaj një fjalë që s'kam nevojë ta pyes më, një fjalë në Islam, që s'kam nevojë ta pyes më dikan tjetër posteje. Pejgamberi tha, mu përgjigj dhe më tha, thuaj besova në Allahun, edhe kapu fort për këtë dhe bëhu i qëndrueshëm në të. Ky ishte hadithi, na kanë mbet tash hadithi 21 me radhë, po na kanë mbet edhe sana tjera, gjëra tjera që mund t'i nxjerrim prej hadithit. Këtu inshallah herën e ardhshme, nëse Zoti na ka shkruar dhe ka bën
ymër për neve. Walhamdulillahi rabbil alamin.